Muaji dhjetor cilësohet si muaji i festave, që nga ditët e para të këtij muaji fillon të ndihet një atmosferë festive. Javën që lan pas festuam edhe Krishtlindjet. Si zakonisht, çdo qytet ishte stërmbushur me njerëz, duke festuar dhe argëtuar. Çfarë atmosfere mbretëroi atë natë e shohim bashkë materialin e radhës. Restoranti Derada ishte përkujdesur të bënte më të mirën për natën e Krishtlindjeve. Kështu me dekore, ushqime e pije sa të donë zemra, nuk ndali muzikën për asnjë moment. Këngëtari simpatik Neki Emra ishte ai që po kujdesej për disponimin e të pranishmëve me muzikë të vjetër qytetare. E derisa Neki këndonte, nuk ja linin keq mysafirët. Restoranti me ambient elegant, të ngrohtë dhe tejet romantik nuk ndali së punuari. Apo nga zënë që përshojnë Krishtlindjen në Derada? Apo më pret vish pak, se jem pak në zonë, kom shumë punë, vish pak, falë luna. S'poja prishim. Muzika për pak minuta pushoj, e Neki nuk hezitoi dhe u shpreh në lidhje me festën e madhe të Krishtlindjeve. Do të qadosht gjithë besimtarëve të festë krishtere, bashkëkombësve tonë, vëllezërve tonë shqiptar, kudo që janë që festojnë këtë ditë, urime, ju dëshiroj çdo të mirë për familjen tuaj, ju dëshiroj çdo të mirë për jetrat e juaja. Keni shëndet, keni lumturi, keni paqe, keni dashuri. Çdo gjë më e bukur se ato që të jetë për ju. E për restoranin edhe ai kishte ca fjalë. Sonte është një atmosferë shumë e ngrohtë dhe për mu ka ndoshta një rëndësi, ndoshta edhe pse jam tani shoku jon këtu të përformu, edhe është një atmosferë ndoshta shumë e ngrohtë me njerëz me të vërtetë shumë të mirë. I pranishëm ishte edhe antari i labelit Baba Stars, Getar Selimi, i cili po argëtohej me muzikë jo të ngjashme me atë që e bën. Kisha mi uru gjithë shqiptarëve ka të lirë festën Krishtlindjeve, urime për shumët. Tash me zoom edhe atë që na duhet të fliste për organizimin. Ndryshimet e kësaj janë përmunoj që ka orë menaxhment i ri prej Londrës, që do të thotë edhe kuzhiniera të ri prej Londrës apo vendeve të ndryshme të botës, që ka me pas befasine të reja në Derad. Kjo është ajo që ka bo këtë vendin pak këto festat e fundvitit pak më të veçantë. Me pikë në zemër, e lam këtë ambient feste e dashurie për të vazhduar aty ku pjesa tjetër e kryeqytetit po argëtohej. Rooftop 13 ishte rezervuar me DJ dhe baterist nga Maqedonia për natën e lindjes së Krishtit. Jemi shumë të kënaqur. Mas shumë të jemi të kënaqur me nëse kisha mujt me thonë, pak diskriminues është, po struktura e njerëzve është shumë e mirë, njerëz pak më të rritur, pak më të pjekun, që na bojnë edhe neve definitivisht me prit shumë më mirë dhe më një shumë mirë. Ndryshe nga këto dy vende, Zone Club po krijonte atmosferë me muzikë elektro, me DJ të përzgjedhur brenda dhe jashtë kufeve. E masa e pranishme nuk ishte më pak se 1000 persona. Zona nuk punon çdo natë. Zona punon veç për festa. E një për festa është edhe Krishtlindjet. Me këtë rast kisha dashur m'ia uru edhe krejt besimtarëve të fesë katolike Krishtlindjet, urime. Po përse zgjodhen bashkë këtë zhanë për të festuar Krishtlindjet? Zakonisht kur punojmë në për festa, gjithmonë i ndojmë naja që kena me bo elektronike dhe kena me bo hip-hop. Këtë rast e kemi do për Krishtlindje me pas elektronik, ndërsa për vitin e ri kena me pas 2 net hip-hop. Gjithçka u përmbyll pa incidente. Krishtlindjet u festuan ashtu dhe siç ka hije. Urime për shumë mote.